Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Funksionimi institucional I sistemit prokurorial, si dhe puna dhe sfidat në garantimin e efikasitetit dhe koordinimit në trajtimin e lëndëve ishin në thelb të vizitës së zëvendës kryeministres dhe ministres në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë, Donika Gërvalla, në prokurorinë themelore në Mitrovic. Ajo takua me ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit Njazi Rexha. Gërvalla theksoi se reforma në drejtësi përmes pakos prej 5 ligjeve dhe nevoja për rritjen e llogaridhënies sistemin prokurorial mbeten shtylla kyçe për forcimin e sundimit të ligjit dhe integritetit institucional. Sipas saj, shteti së drejtës nuk ndërtohet me deklarata, por me vendosmëri për ta zbatuar ligjin pa përjashtim. Paneli vlerësues I Këshillit Prokurorial të Kosovës konfirmon kandidatët që plotësojnë kushtet për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Kushtet për fazat e mëtejshme të procesit të përzgjedhjes I kalojnë Ade Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zejnullah Gashi. Paneli vlerësues njofton se do të vazhdojë me procedurat e mëtejshme e procesit të përzgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit në përputhje me afatet dhe kriteret e përcaktuara në legjislacionin e fuqi. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Miratimi I Amnistisë Penale në Shqipëri pritet të sjellë lirimin e 466 personave, ndërsa 869 të tjerë përfitojnë ulje dënimi. Ministri I Drejtësisë Toni Gogu sqaroi edhe një herë se nga projekti nuk përfitojnë subjektet e SPAK dhe të gjykatës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Ndërkohë që përsëris asnjë person dhe asnjë vepër që është nën jurisdiksionin e SPAK-ut, pra vepra të krimit organizuar dhe të korrupsionit, nuk përfitojnë. Ministri I Drejtësisë Toni Gogu ka komentuar për herë të parë deklaratat e deputetes Mariana Koçeku për grupin e bajrave për të cilët la të kuptojë se I kishin kërcënuar. Jashtë kuvendit, Gogu tha për gazetarët se ky nuk është një lajm politik, por I takon shtetit të së drejtës, duke theksuar se institucionet duhet të zbatojnë urgjentisht detyrat. Kur një qytetar I Republikës Shqipërisë dhe aq më tepër një deputet dhe një zgjedhur sinjalizon për kërcënim, ky nuk është lajm politik. Besoj që ky është një lajm që I takon shtetit të së drejtës dhe jam I bindur që të gjitha institucionet të ngarkuara me ligj, me pushtet për të luftuar krimin e organizuar, nëse është një rast I tillë, duhet të zbatojnë urgjentisht detyrën. Ishte ministri I Drejtësisë Toni Gogu. Pas largimit nga grupi parlamentar I Partisë Socialiste, deputetja Mariana Koçeku ka shprehur pendesë për mbrojtjen publike që I ka bërë aksionit të qeverisë për prishjen e ndërtimeve pa leje në Theth. Ajo kërkon falje banorëve të Thethit, ndërsa u premton se nga sot do t'i përfaqësojë siç duhet. I kërkoi falje prej zemrës Thethit. Ajo ngjarje ka qenë ndër goditjet më të mëdha emocionale që kanë parë ndonjëherë, shkruan Koçeku. Vetëm një ditë më parë Koçeku la të kuptojë se kishte marrë kërcënim nga grupi I bajrave. Vijon protesta në rrugët e kryeqytetit të Shqipërisë. Në ditën e 18 të saj, protestuesit përshkruan zonën e pallatit me shigjeta dhe vijuan me një marshim masiv përgjatë rrugës Kavajës. Përpasoj ka patur vështirësi në qarkullimin e automjeteve duke shkaktuar trafik. Shqipëria e shqiptarëve dhe Edi Rama ka mbaruar ishin thirrje që shoqëruan këto tubime. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv I qytetit.